Do të pyes në fillim për të rinjt në politikë, për më tepër në Partinë Demokratike dhe më pas tek të rinjt në përgjithësi dhe ky lumi i largimit të rinjve. Ndalemi tek e para, të rinjt si pret Partia Demokratike. I pret shumë mirë në fakt. Gjejnë mënyrën të rinjt përmes njëri tjetrit që të tërheqin njëri tjetrin edhe thon hajde se është ky aktivitet gjatë fushatave sigurisht që kjo ndodh më kollaj edhe më thjesht edhe të rinjt sigurisht kanë qenë në fakt një simbol i fushatës tonë të fundit të zgjedhjeve të kaluara dhe ku të rinjt e gjetën veten dhe në fakt në çdo prezantim ishin të rinj, mbas kryetarit ishin të rinj, në çdo qytet ishin të rinj dhe na pëlqeu kjo. Ju organizoni edhe shumë party me sa di unë edhe kërceni të gjithë aty, nuk e di. Tani unë nuk jam pjesë e këtyre organizatorëve, ndoshta duhet të pyesësh Jo, i kam ndjekur unë ato. Por që janë bërë, është vërtet. Janë shumë fani aty, kalojnë bukur. Dhe të rinjt e duan këtë gjë, dhe e rëndësishme është, dhe unë këtë ju them, e rëndësishme është që gjithçka të shijohet për atë që është. Sepse ndonjëherë ka të rinj dhe kam takuar edhe të reja që kanë ambicie shumë të mëdha dhe ndonjëherë ambicjet shumë të mëdha nuk përkojnë me moshën, sepse mosha sigurisht do që ti të kalosh disa gjëra. Çdo gjë me mosh, kot nuk thon. Jo, edhe mirë është që të jetë me mosh. Mirë është që ti. Mund të ketë shembuj të jashtëzakonshëm, por jo domosdoshmërisht janë të mirë. Unë do thosha që kur je i ri në politik, mëso sa më shumë, njeh sa më shumë njerëz, kupto sa më shumë se si funksionojnë gjërat dhe pastaj më vonë merri më të mirat gjithçka dhe pastaj ndërtohesh. Dhe pa e prishur Terezin shumë, pa e përjetuar shumë. Përjetimet e tepërta nuk janë asnjëherë shumë mira. Po të rinjt sot, Floriana, si i shikon? Shqiptarët, jemi dëshmitar, ka shumë, po largohen shumë, për një arsye qoftë ekonomike, qoftë shkollimi, rasti më i keq nuk marrin shërbimet shëndetësore. Domethënë, e shikojmë një rrjedhje të popullsisë. Absolutisht. Si e shikon këtë? Shikoj shumë problematike, shumë problematike. Unë mendoj që të rinjt janë të predispozuar në përgjithësi që të lëvizin dhe të ikin. Pse? Sepse një ri, ashtu si dhe unë dikur, duan që të shikojnë botën, të eksplorojnë edhe të shikojnë edhe mundësi të tjera. Bota në Shqipëri është e limituar, por mbasi shikojnë botën, çdo i ri duhet të ketë zgjedhjen për të ardhur edhe për të punuar në vendin e tij, edhe për të kontribuar në vendin e tij, edhe për të jetuar pranë njerëzve të dashur, edhe pranë në një vend me diell, me jetë, siç është Shqipëria në fakt. Me gjitha të mirat. Me gjitha të mirat. Dhe kjo mundësi nuk ofrohet në Shqipëri, sepse punësimi është i limituar, pavarësisht se të rinjt kanë mundësi edhe të krijojnë sipërmarrjet e tyre dhe bota po ndryshon, nuk po them, por nuk e kanë të thjesht që të punësohen, çmimet janë shumë të shtrenjta, banesat janë shumë të shtrenjta, si me qira, si për t'u bler me një kredi, kështu që nuk është një jetë e thjeshtë. Ma thon shpesh që edhe në përbot nuk e ke shumë kollaj që të blesh një apartament. Por ama pagesa më të larta, pagesat i ke më të larta, çmimet e ushqimeve i ke më të ulta se sa këtu dhe prap ti arrin të menaxhosh. Sidomos në qytete jo shumë të mëdha, se sigurisht në çdo metropol pastaj çmimet mund të jenë pak më të larta, por është mundësi, duhet jetë për Shqipërinë mundësia e zgjedhjes që nëse ti mbas eksperiencës tënde jashtë do të kthehesh në vendin tënd, kjo mundësi duhet jetë. Dhe aktualisht nuk është. Dhe çfarë bëjnë njerëzit e shohin shpëtimin jashtë. Duan të ikin, dhe mendojnë që do zgjidhin jetën e tyre dhe do t'i zgjidhin gjithë hallet duke u larguar dhe duke ikur. Po në fakt unë e kam provuar emigrimin. E kam provuar emigrimin dhe kam ikur dhe në Zvicër në një moshë pak më të vonë. Nuk është e njëjta lumturi si në vendin tënd. Në asnjë moment, në asnjë rast. Integrimi është i vështirë, mësimi i gjuhës është i vështirë, kultura, përshtatje me kulturën e vështirë, pra kërkon kohë gjithçka. Dhe ti asnjëherë nuk do të ndihesh me peshën që ke në vendin tënd. Kështu që duhet jetë kjo mundësi për të rinjt, për t'u rikthyer. Kur mendon që mund të jetë gati kjo mundësi për të rinjt? Shiko, unë mendoj që ne duhet përveç pragmatizmit që na karakterizon tashmë si të rinj edhe si
jetesa në kohë moderne, që jemi pak më pragmatike të gjitha. Mendoj që duhet kemi edhe një dozë patriotizmi brenda, edhe ta ushqejmë këtë gjë, duke e kuptuar që është vendi ynë që ka vlerë dhe duhet luftojmë për vendin ton. Luftojmë që t'i sjellim këto mundësi në vendin ton. Aty ku ka padrejtësi të ngrihemi për padrejtësit, jo t'ulim kokën edhe ta pranojmë, të vazhdojmë punët tona. Pra të ngrihemi, të ngrem zërin, të angazhohemi, të jemi vazhdimisht në shërbim edhe të komunitetit dhe vendit. Pra jo vetëm duke parë punën tonë, shohim punën tona edhe sepse do pastaj do vi edhe tek ne. Siç ka ndodhur. Siç ka ndodhur.